Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ndërprerja e rrugës drejt Bashkimit Evropian, përkeqësimi i marrëdhënieve ndëretnike dhe cënimi i parimeve themelore të marrëveshjes paqësore të orit janë çështjet kryesore të trajtuara në Bruksel nga nënkryetari BDI-s Bujar Osmani. Sipas tij, gjatë qëndrimit në kryeqytetin e Bashkimit Evropian do të flasë me përfaqësues të Komisionit Evropian, përgjegjës për zgjerimin e Unionit dhe për eurodeputet mbi këto shqetësime. Kjo për të ngritur dy çështjet kryesore në Maqedoninë e Veriut, të cilat janë zhgënjyese për të ardhmen e vendit, prishja e marrëveshjes paqësore të Ohrit dhe ndërprerja e rrugës europiane, dy këto tema të cilat janë në themelin e mirëqenies dhe të ardhmes sigur të qytetarëve, dhe shpresoj se kjo do ngre alarmin dhe fokusin e Bashkimit Evropian për të ndërprerë këto dinamika. Deklaroi Bujar Osmani. Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët ofron kushtet mbi përfshirjen e tij të mundshme në bashkëqeverisje me koalicionin Vlen. Sipas tij, çdo diskutim për përfshirjen në ekzekutiv duhet të bazohet në kushte të qarta politike. Ai kërkoi nga shumica në pushtet zbatimin e parimit të Badenterit të gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Për Ziadin Selën, ky është një hap i domosdoshëm për garantimin e barazisë dhe përfaqësimit të drejtë, veçanërisht për komunitetet jo shumicë të vend. Ai shtoi se pa përmbushjen e këtij kushti nuk mund të ketë marrëveshje për hyrjen në qeveri. 9 maj është dita e paralajmëruar nga koalicioni Vlen për mbajtjen e Kongresit të Bashkimit për shndrimin e tij në një subjekt të vetëm politik. Sipas tyre, ky proces përshkruhet si një hap i pjekur politik përmes të cilit 5 subjekte do të bashkohen në një strukturë të vetme me emër, drejtim dhe program të përbashkët. Vlen bërë të ditur se në fokus të platformës së re do të jetë sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, ndërtimi i gjyqësorit pavarur, avancimi i integrimit evropian, partneriteti me NATO si dhe ruajtja e familjes, traditës, kulturës dhe identitetit. Në Kongresin e Bashkimit pritet të marrin pjesë rreth 850 delegatë, të cilët do të formalizojnë këtë proces unifikimi politik. Rajoni. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, premton se për emërimin e antarit të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të veprojnë në përputhje me përgjegjësitë. E rëndësishme ka qenë për mua që të kuptoj nëse do të bllokohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rast se nuk e ka një antar. Ka marrë informacione që asgjë nuk rrezikohet nga kjo situatë, prandaj do të veproj në përputhje me përgjegjësitë. Atëre kur e konsideroj që duhet të veproj, deklaroi Albulena Haxhiu. Ushtruesi i detyrës së presidentes pranoi se në presidencë janë dy kërkesa për këtë vakancë, njëra nga lëvizja vetëvendosje dhe tjetra nga Partia Demokratike e Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron Prishtinën zyrtare se bllokimi i vazhdueshëm politik dëmton besimin në institucionet e Kosovës. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se po i ndjekim nga afër zhvillimet. Do të donim të shihnim të gjitha grupet politike të bashkëpunojnë për interesat më të mira të popullit të Kosovës, tha një zëdhënës. Kosova do të mbajë zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 7 qershor. Ato u shpallën pasi kuvendi u shpërnda automatikisht për shkak të dështimit për të zgjedhur presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Gjykata e lartë në Shqipëri vendos rishikimin e vendimit të saj unifikues të vitit 2011 me masën e sigurimit të arrestit me burg dhe kozgjatën e tij. Kolegjit e bashkuara të gjykatës së lartë në përbërje të 16 gjyqtarëve vendosën unanimisht mbi standardet që duhet të udhëheqin gjykatat në caktimin dhe vijimin e paraburgimit. Në përfundim të seancës, kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi deklaroi se me këtë vendim gjykata ka detyrim të shqyrtojë realisht masat më pak kufizuese të lirisë personale dhe të arsyetojë shprehimisht pse ato nuk janë të mjaftueshme në rastin konkret. Sipas tij, ky arsyetim duhet të jetë individualizuar, i mbështetur në fakte dhe i lidhur drejt për drejt me rrethanat konkrete të çështjes. Krahas asaj vlerësohet se masa arrest me burg mund të vendoset vetëm kur masat e tjera janë të papërshtatshme. Ndërkohë, prokurorisë kërkohet bara justifikimit përpara gjykatës së nevojës për caktimin dhe vijimin e masës arrest me burg. Në këtë kuadër, kolegjit e bashkuara çmojnë se qëndrimet orientuese të këtij vendimi, para sa lidhen me caktimin dhe vijimin e masës arrest në burg, duhet të lexohen në përputhje me karakterin përjashtimor të kësaj mase, me detyrimin për arsyetim konkret, të individualizuar dhe të kontrollueshëm, me nevojën për shqyrtimin real të masave më pak kufizuese, me vlerësimin konkret të rrezikshmërisë së veprës vetë personit, si dhe me barën e organit të akuzës për të justifikuar nevojën e kufizimit më të rëndë të lirisë personale. Pas zbatimit të masës së sigurisë, detyrim paraqitje në prokurorinë e posaçme antikorrupsion, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se nuk publikon dosjen Balluku për të mos zbuluar dëshmitarët dhe të penduarit të drejtësisë. Aty ka bashkëpunëtor të drejtësisë dhe unë në asnjë rrethan nuk pranoj kurrë që ata të tradhtohen. Jo, për mua bashkëpunëtorët e drejtësisë
janë njerëz shumë të çmuar, pavarësisht se kanë bërë gabime, pavarësisht se kanë, por në fund të fundit i kanë thirrë vetes dhe kanë gjetur 1 miligram njeri dhe njerëzore që t'i shërbejnë shoqërisë me dëshminë e tyre. Para medjave ish kryeministri demokrat vijoi dhe me akuzat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për çështjen penale të ngritur ndaj tij për korrupsion. A mund të imagjinoni ju që dëshmia e Irenës në 2 faqe gjysmë ka vetëm firmën e Irenës dhe administrohet në dosje gjyqësore pa firmën e hetuesit. Është jashtë rrezikut për jetën e imiturit që u aksidentua ditën e dje në lagjin e Ish-Kënetës në Durrës. Burime pranë spitalit universitar të Traumës bëmi dje se 8 vjeçari do të vijojë të mbahet në kujdesin e mjekëve për trajtimin e plagëve të marra nga aksidenti. Krahasti, si pasojë e aksidentit, humbën jetën shtetasit e mitur me inicialet M 12 vjeç dhe KN 10 vjeç, ndërsa imituri tjetër që pasi mori ndihmën e parë në spitalin Renal Durrës u transportua për mjekim të specializuar në spitalin e Traumës së Tiranës, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Autori i aksidentit në Durrës, Nikol Radaçi, ku humbën jetën 2 fëmijë, ka shprehur pendes para policisë. Ai pranoi se kishte konsumuar alkool para aksidentit dhe testi i alkoolit e nxori 0.7% sasinë e alkoolit të konsumuar. Policia njoftoi se nga kryerja e testit të alkoolit rezultoi se shtetasi e drejtonte automjetin në gjendje të dheur. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se shkaku i aksidentit është humbja e kontrollit mbi automjetin si pasojë e drejtimit të tij në gjendje të dheur. Gjithashtu sipas policisë nga verifikimet e historikut të drejtuesit të automjetit rezulton se ky shtetas është ndëshkuar më parë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, konkretisht për parakalim të gabuar në vitin 2020 dhe për tejkalim të shpejtësisë 2 herë me pezullim të lejes së drejtimit nga 1 muaj në vitin 2022. Sipas banorëve, 57 vjeçari është një person problematik në zonë pasi vazhdimisht në këtë rrugë të populluar me këmbësor ka qarkulluar me shpejtësi. Pezullohen nga detyra drejtori i policisë së Durrësit për shkak të aksidentit me pasojë vdekjen e 2 të miturve. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, pezulloi nga detyra për performancë dobët në përmbushjen e detyrave 3 drejtues të policisë të Durrës. Konkretisht, u pezulluan drejtori i drejtorisë vendore të policisë Durrës, drejtues Afrim Tafa, zëvendës drejtori për rendit dhe sigurinë, kryekomisar Zia Sulaj, dhe shefi i sektorit të policisë rrugore, kryekomisar Kreshnik Skëndo. Krerët e lartë të qeverisë kanë marrë pjesë në ngushëllimet për familjarët që humbën jetën në Durrës. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu shpreh se në këtë ditë të rëndë që ka tronditur çdo familje shqiptare, ndau nga afër dhimbjen me familjet që humbën ëngjit e tyre. Kur jeta këputet në lulëzimin e saj më të pafajshëm, çdo ngushëllim është i vogël dhe i pafuqishëm, shkruan zëvendës kryeministri Koçiu. Ndërkohë që më herët kërkoi të respektohet dhimbja e familjarëve. Është një histori, le të respektojmë dhimbjen sot. Atjetër të gjitha të masa do merren. Deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla dhe deputeti e Partisë Demokratike Jurida Tabaku reaguan lidhur me aksidentin e rënd ku humbën jetën 2 fëmijë dhe një tjetër u plagos rënd. Në një postim në rrjetet sociale, Balla tha se ngjarja tragjike në Durrës nuk është aksident rrugor. Autori nuk është një shofer në një timon, por një terrorist, ndërsa deputetja Tabaku shpreh se tragjedia në Durrës me humbjen e jetëve të 2 fëmijëve të pafajshëm ka tronditur të gjithë. Tabaku i bëri thirrje autoriteteve të mediave audiovizive të merren menjëherë masa për të ndaluar transmetimin e pamjeve dhe të përgarantuar respektimin e etikës në informim. Edhe stafi Radio 7 u bashkohet ngushëllimeve dhe lutet që Perëndia të kujdeset për zemrat e të afërmve dhe të familjarëve të viktimave. Një mundësi për të treguar sa i rëndësishëm është unifikimi i Europës është komenti i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama gjatë samitit në Armeni të Komunitetit Politik Evropian. Është një tjetër samiti i Komitetit Politik Evropian, një tjetër mundësi për të ndarë ambicjet dhe shqetësimet tona të përbashkëta, ndërkohë që është një shans tjetër për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është të ecet përpara në Bashkimin Evropian. Duhet të shohim se çfarë qëndron realisht pas dhe ndërkohë është e qartë që kështu siç janë gjërat, NATO-ja duhet të mbështetet më shumë në pjesën europiane, deklaroi Edi Rama përpara fillimit të takimit. I pyetur se çfarë mund të ofrojë Bashkimi Evropian vendeve që aspirojnë antarësimin, Rama tha se kjo lidhet me forcimin e Europës. Kryeministri i Shqipërisë vlerësoi se një Bashkim Evropian që nuk është i plotë është më i dobët dhe më i cënueshëm. Bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka njoftuar nisjen e një operacioni në ngushticën e Hormuzit me qëllim sigurimin e kalimit të lirë dhe të sigurt anijeve të bllokuara në këtë zonë strategjike. Nisma e cilësuar si humanitare vjen një kohë tensionesh të larta në lindjen e mesme dhe synon të ndihmojë vendet dhe kompanitë që nuk janë të përfshira drejt për drejt në konflikt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi të dielën se SBA-ja do të nisë një operacion për të siguruar largimin e anijeve nga ngushtica e Hormuzit. Në një postim në rrjetin e tij social Truth Social, Trump tha se bëhet fjalë për një nismë humanitare që synon të ndihmojë vendet që nuk janë të përfshira në konfliktin në lindjen e mesme. Ai paralajmëroi gjithashtu se çdo përpjekje për të penguar këtë operacion do të përballet me reagim të vendosur. Irani paralajmëroi të hënën në mëngjes se çdo përfshirje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në menaxhimin e transportit detar përmes ngushticës së Hormuzit do të përbëjë një shkelje të armëpushimit, duke hedhur poshtë rolin e propozuar të Washingtonit në rrugën ujore. Kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit iranian, Ibrahim Azizi, hodhi poshtë idenë se rruga ujore mund të drejtohet nga Washingtoni, duke thënë se ngushtica e Hormuzit dhe gjiri persik nuk do të menaxhohen nga postimet iluzive të Trumpit. Askush nuk do t'i besonte skenaret e lojës së fajësimit, deklaroi kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit iranian. Tërheqja një pjesë të trupave amerikane nga Gjermania është mesazhi i qartë i Trumpit për Europën, komenton sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Mark Rutte deklaroi se udhëheqësit europianë morën mesazhin e zhgënjimit të Donald Trumpit për Iranin me zë të lartë dhe të qartë dhe po ndërmerren veprime. Pas mbërritjes në samitin e mbajtur në Armeni, sekretari i përgjithshëm i NATO-s konfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës u zhgënjyen disi nga reagimi europian ndaj situatës aktuale në lindjen e mesme. Mersta të dielën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të stacionojnë raketa lundrimit Tomahawk në Gjermani për momentin, duke shtuar se vendimi nuk ishte i lidhur me kritikat e tij ndaj presidentit Donald Trump. Të shtunën Trumpi tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të zvoglojnë me më tepër se 5.000 praninë e trupave të tyre në Gjermani. Kryeministri britanik Keir Starmer deklaron se përfshirja e Londrës në nismën e Bashkimit Evropian për kredin prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën do të forcojë marrëdhëniet me vendet e Unionit. Starmer shpall ofertën e Britanisë së Madhe në takimin e liderëve evropian në kryeqytetin armen Yerevan. Për sa i përket huas së Bashkimit Evropian, për cilën tha se po diskutojnë pjesëmarrjen, ajo është e mirë për Ukrainën sepse do të jap kapacitetin që i nevojitet dëshpërimisht në vitin e 5 të këtij konflikti, tha Starmer, duke folur për mediat gjatë mbërritjes në samitin e Komitetit Politik Evropian. Britania e Madhe gjithashtu do të vendosë sanksione të reja ndaj kompanive ruse me qëllim për fshirjen e zinxhirëve të furnizimit ushtarak sipas Downing Street. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.